17 nëntor 2024 dhe 27 shtator 2025 janë dy datat veçanta dhe historike për klubin e futbollit Shiroka. Në nëntorin e vitit kaluar, djemtë drejtuar nga Fatmir Axhani zhvilluan ndeshjen e parë historike zyrtare në kampionatin kombëtar të kategorisë së tretë përballë Partizanit B, ndërsa kjo 27 shtatorit është ndeshje e luajtur në Reshitrusi të Shkodrës, që shënon një tjetër datë historike për klubin e Shirokës, duke regjistruar ndeshjen e parë në kategorinë e dytë. Ky ballafaqim në fakt e gjeti skuadrën Shirokas në një moment jo shumë të përgatitur, sepse siç e pranoi në prononcimin e tij pas ndeshjes edhe trajneri Matias Tatangelo, Shiroka ishte e përqendruar për garën në kategorinë e tretë dhe krejt papritur e gjen veten që në javën e parë të kategorisë së dytë përballë një prej skuadrave pretendente siç është Luzi i vogël 2008. E megjithatë, me aq sa u pa në fushë, Shiroka luajti si e barabartë, por ato që vendosen ishin dy penallti në dëm të tyre, një në pjesën e parë dhe një në të dytën, përkatësisht në 14-ën dhe 62-ën minutë, që u shndruan në gol nga i njëjti autor Jurgen Pecini. Përpos dy penalltive në kampin Shirokas kanë ankesa ndaj arbitrimit edhe për disa vendime të tjera të dyshimta, përfshirë edhe 5 karton të verdhë dhe një të kuq në dëm të tyre. Gjithsesi duhet thënë se edhe pas pësimit të dy golave, Shiroka tregoi se ka forca fizike, por edhe teknike e taktike të ushtrojë presion në portën kundërshtarë, ku duhet veçuar një travers nga distanca me autor Klevis Bebeziqin apo edhe disa raste të tjera të shpërdoruara në portën mike që u mbrojt nga Adrilon Mati. Kemi ditë që ishte një ndeshje e fortë, janë një skuadër shumë e fortë që njohin kategorinë dhe luftojnë për të fituar. Kampionatin më përpara ishin afër të fitimit kampionatit. Them drejtën që është edhe ne e bëmë e formuar me ekipin shumë më shpejt se çfarë menduam për me dalë kategori, ishte e papritur. Mendoj se kena bërë një ndeshje të mirë, krijuam shumë raste për të barazuar dhe ndoshta edhe për të fituar. Ky është futbolli, duhet shënosh. Është ndeshja e parë, duhet me respektuar edhe vendimin e arbitrave. Kënaqur me 3 pikët. Sepse tash çdo ndeshje është 3 pikë dhe ne kryesorën kemi 3 pikët. Jam i kënaqur me lojën e ekipit sepse ka vazhdimsi, më tregon e premton vazhdimsi. Një ndeshje surprizë me ekipin e Shirokës sepse ka hyrë vetëm javën e fundit në kategorinë e dytë dhe nuk dini asgjë, ashtu si edhe ekipi ishte vërtet surprizë, një ekip shumë i fortë që unë nuk e prisja, por gjithsesi mënyra si është interpretuar dhe personaliteti i lojtarëve të mi jam shumë i kënaqur me lojën që kanë bërë.